Punonte 16 orë në ditë pa ditë pushimi. 32 vjeçari kinez vdes nga lodhja e tepërt. Ndërkohë që po vdiste në spital, nuk pushote telefoni të i ra nga puna o zemra. Ue me rob shtëpie. Ky lajm shkon si mesazh për gjithë ju që thonë nuk gjeti gjë se punove. Kjo shkon gjithashtu si mesazh për gjithë ju që bëni qoftë edhe 1 gram punë më tepër se ç'u kërkon shefi. Ju e garantoj që nëse ti vdes nesër, shefi jot do e vrasë menin vetëm për faktin që nuk i the 2 javë para, që të kishe trajnuar një person, e kupton, para se me vdek për vete. Gjithë mënyra se është ndërtuar sistemi rrotullues është mashtrim. Nëse se keni vurë deri tash, domethënë sistemi i lekut, gjithë lajmet që ju tregojnë janë mashtrime. Keni parasysh të lajmet që shisa po ecën Kina dhe Japonia në krahasim me shtetet e tjera, është e vërtetë, e kupton? Po puna është se kur e tregojnë këto lajmet, harrojnë me diferencu faktin që po ecën shteti, po ecën ekonomia e shtetit Kinës, jo sa i lumtur është populli, edhe sa mirë jeton populli. Populli vun si gomari o zemra. Keni parasysh se Kina dhe Japonia nxjerrin mendjet më të ndritura të kësaj bote, domethënë Kina dhe Japonia nxjerrin nga këto 5 vjeçarët që janë matematicianë, që 5 vjeç. Ç'a mendoni se po ndodh në background o zemra? Si është boka që zgjuhet ky 5 vjeçari? Mos ka një plak për shkakun që sa herë që nuk mëson 24 orë në ditë. Pse është ndërtuar ky lloj sistemi? Se ndryshe nuk kap dot punë. Ka shumë papunësi aty o zemra. Kështu që nuk mund të kapësh punë ndryshe. Për çfarë ka punën? Që të jetosh në qytet, e të jetosh te ky apartamenti këtu o zemra. Sa për kuriozitet, domethënë ky është një apartament normal për cilën me qira, për cilën njerëzit vujnë në Japoni, domethënë është vështirë me e kap një apartament të tillë. Ky gjithë fotoja që po shihni është një apartament o zemra. Kupton çfarë do të them? Për këtë studiojnë, për këtë bën matematicianë që 5 vjeç. Sa për dijeni, gjithë këto budalliqet që ju thon për mbi popullimin, domethënë nuk kena vend, duhet jetojmë në kuti të tilla. Sa për dijeni, zemra, nëse i japim këtë lloj vile gjithë njerëzve të kësaj bote, do mund të jetonim në një territor sa ç'është Amerika. I kena ra shkurt, domethënë kur e bëm këtë llogari, po se ka edhe male, gjëna të tilla, po që futi edhe i çik Kanada. Nuk ka o zemra mbi popullim, nuk ka nevojë njeri me jetu në këtë kutinë e kartonit. Kësaj thon ti japësh jetën për sistemin, ti japësh jetën për asnjë gjë, domethënë ju e garantoj që nëse ky personi ka pas në një moment fundit të marr frymë akoma aty ke spitali, mund të kishte fol me familjen, për shkakun nëse e ka marr familjen në telefon, por që telefoni i ka dalizon, se nuk pushon të i ra shefi. Ku je o zemra, ku shkove? Ma le punën për gjysmë. Vdekja e këtij personi është mbarimi kot i një jete të jetuar kot. Shpresoj t'ju hapi çik sy, domethënë ku po jetoni. Ky person nëse nuk ka pas në familje të madhe ose sidomos për shkakun fëmijë që të flasin për të mbasi ka vdek, i bi që askush nuk do flasi për të mbasi ka vdek. I bi që do harrohet momenti që vdes, edhe gjithë lodhja që ishte mjaftueshëm për me vdek ishte kot. Kuptoni çfarë do të them o zemra, kështu që shpresoj t'ju hapi çik syt. Në pjesë, nëse po ju shkon mendja e shprehje që nuk mund të bëhen atë gjithë zgjut, që më ka ardhur këtu, që po të bëhen atë gjithë zgjut nuk do ecë bota. Jemi dakord o zemra, nuk mund të bëhen atë gjithë zgjut, po me mënyrën si po e thotë ti po pranon për vete që je një nga budallëjt. Kujdes o zemra se mos vdes në një ditë si ky loqja kinez. Kaq di me thonë, kupton? Haj shihni më vonë.